zonja do ta respektojmë dhe nuk do ndërhyjmë. Jo, të filloj kur të përfundojmë? Që ta bëjmë diskutimin minutë zonja të mbetur racional. Zonja të filloj kur të doja, jo? Po. Vetëm kur të përfundojmë. Sa më përmbledhet dhe sa më patjetër, në mënyrë telegrafike, kështu po, sa më telegrafike. Vetëm mos ndërpresim. Nuk do ndërpresim. Do kaloj ke pika tjetër. Futja edukimit gjinor në shkolla, referenca është Neni 33. Citoj Nenin. Subjektet që ofrojnë arsim të përgjithshëm dhe profesional, kualifikim me trajnim si dhe ato që hartojnë dhe miratojnë tekstet mësimore, programet, materialet e tjera mësimore në të gjitha nivelet, që do thotë, nga shkolla e mesme deri te kopshti edukimi parashkollor, në janë të gjitha nivelet, sigurojnë përfshirjen e edukimit gjinor në kurrikulat shkollore dhe mësimdhënien e njerive të nevojshme të koncepteve themelore që lidhen me individët dhe grupet dhe përdorin metoda mësimdhënie, trajnimi, kualifikimi e tjerë në mënyrë të tillë që të ndihmojnë në promovimin, nxitjen dhe formimin e edukatës së barazisë dhe në ndalimin e diskriminimit me bazë gjinore. Tani, nuk diskutojmë më gjinin binare mashkull femër. Diskutojmë shpërfaqjet e reja të perceptimit gjinor mbi gjinin e shumëfisht të ndërthurur dhe si kundër e thamë më përpara. Keni këtë gjithë nenet e tjera. 33. E ke tek neni. Ja ku e ke, e ke te 33. E lexojmë me vëmendje nenin. E ke ja ku e ke ja këtush ne. Ja ta them ta përfundoj. Okej. Ja ku e ke ja Të pabarazive ta përfundoj ne. Për shkak të pabarazive. Ju lutem ta përfundoj dhe më një herë direkt për shkak të pabarazive. Gjinore për shkak të përkatësisë së shumëfisht ose të çdo lloji tjetër që të cënojnë parimet e barazisë gjinore. Pra këto janë klauzolat e ligjit që ju mendoni se Shiko, këta do të bëjnë ekspansionin më të madh të edukimit të ideologjisë gjinore në edukimin parashkollor tek fëmijët e kopshteve, tek fëmijët e 8-9 vjeçares, tek fëmijët e gjimnazit, deri përpara edukimit universitar. Këto do të bëjnë këta. Këto do i mësojnë fëmijëve, siç e kanë bërë në Kanada, siç e kanë bërë në Amerikë, që do shkojnë tek djemtë dhe do i thonë mbase keni lind në trupin e gabuar, mbase jeni vajza të lindur në trupat e djemve. Ky është ideologjizimi gjinor. Ka që thjesht është, kjo ka ndodhur kudo në Perëndim, ka ndodhur në Amerikë dhe ky është manuali që është punuar për të ju sjellë si peshqesh në shoqërinë dhe kulturën shqiptare, që është një kulturë krejt tjetër nga kjo kultura e shoqërisë hapur, nga kjo kultura e liberalizmit të madh dhe globalizmit. Tani, ky është një skenar që nuk është skenar hipotetik. Ju mendoni? Ky është ekzekutimi. Nëse hiqet në 33, pra efekti i këtij ligji mendoni do jetë ky. Absolutisht jo, është efekti i këtij ligji. Tani kemi zonjë nderuar. Vazhdo. Ju lutem ta sqarojmë publikun sa E para njërë duat të sqaroj termin gjithë përfshirës, që ka të bëj me barazi, respekt për dallimet dhe mundësi të barabarta për të gjithë. Edhe përkatësi e shumëfisht, Për shembull. Çfarë është ky përcaktim? Në shoqëri ose në politik, nënkupton të gjitha grupet e njerëzve, gra, burra, persona me aftësi të kufizuar, minoritetet të rinj të moshuar, të kenë mundësi të barabarta. Jo, s'është e vërtetë. Po ty më kanë ligj. Në arsim kupton që të gjithë nxënësit, ata me nevoja të veçanta, të përfshihen në një klasë të marrin mbështetjen e dur. Kjo ka lidhje me gjithë përfshirjen. Jo, nuk është kjo. Që ta kuptoni edhe babarazin, duhet ta kuptoj shumë drejt. Po ta shikoni, ish kryetari i Bashkisë Tiranës. Jo, një sekondë, se është shumë e rëndësishme. Ish kryetari i Bashkisë Tiranës, i cili është në burg sot, në terasën e Bashkisë, nxori klasifikim për pikëzimin e homoseksualëve. Edhe la fëmijët e policët të vrarë atje, pa shtëpi, edhe u dha shtëpi homoseksuale. Këto janë kështu histori anekdota. Da, jo s'janë anekdota, këto janë gjëra të vërteta. Se bëri pikëzimin Bashkia e Tiranës, bëri pikëzimin dhe u dha pikëzim homoseksualve. Dhe la fëmijët e policëve të vrarë dhe la edhe fëmijët dhe familjet në nevojë. Prandaj shumë e rëndësishme kjo. Dhe ky ligj për këtë po bëhet. Ke përfaqësues nga Bashkia e Tiranës. Nuk po bëhet. Ka gati një milion familje çdo vit. Pra shkolla s'ke përfaqësues nga Bashkia e Tiranës. Bërnë debat në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Drejtoja një atyre s'ka lidhje. Asnjë nga ne punon për Bashkinë. Ja, punoni edhe për Bashkinë. As punoj fare për Bashkinë. Patjetër zotëri, patjetër. Që zotit punojnë për drejtë njeriut. Tani. Si drejtë tua kilo. Tani zotëri. Tani sqarojmë në 33, jo sqarojmë në 33, me qenë se e përmendën në 33. Subjektet që ofrojnë arsim të përgjithshëm dhe profesional. Subjektet. Kush ofron arsim të përgjithshëm profesional në Shqipëri?
90% e të gjithë neve studiojmë shkolla publike, arsimi publik ofrohet nga shteti falas. Iku kjo. Kualifikim, trajnim, si dhe të gjithë ata që artojnë, miratojnë, duro. Tekstet, programe, materiale mësimore dhe që sigurojnë përfshirjen e edukimit gjinor në kurrikulat shkollore. Janë të gjitha proceset kontrolluara dhe që jepen nga shteti. Ta do të hartojnë tekstet, këtë po them. Kurrikulat shkollore, por ideologji gjinore. Pa vërtet. Do të themi fëmijëve, si Kemi shqiptarët largojnë fëmijët nga ekrani. Po keq informon. Kemi shqiptarët largojnë fëmijët nga ekrani. Kurrikula në Shqipëri miratohet vetëm nga Ministria e Arsimit dhe ka dy departamentet veçanta, 2 drejtori të mëdha veçanta që merren me të gjitha tekstet shkollore në të gjitha nivelet shkollore, në të gjitha kopshti, që do thotë deri në vitin e 3 gjimnaz. Ky është proces. Ta shpjegova. Ju do të mësoni fëmijëve tanë që ka 72 gjyqe nga shteti shqiptar, nga Ministria e Arsimit. Kupton? Ja pra në logjikën e këtij projekti. As organizata, as në logjikën e këtij projekti. Ky është proces që udhëhiqet nga shteti shqiptar, Ministria e Arsimit. Qofse nëse do të bëhet po patjetër. Shteti nga organizatat LGBT. Po flasim për profesorës, do të thotë profesorë që merren me kurrikula. Dhe kurrikula në shkollë vetëm nga mësuesi, nga askush tjetër. Sipas këtij projekt ligji, sipas bordit kombëtar, keni një nemër vete ju, neni 36 këtu. Është kombëtar për barazinë gjinore. Ju do trajnoni psikologët, mësuesit, drejtorët e shkollave. S'ka lidhje fare me trajnime, këshilli ka rol rekomandues. Ka rol rekomandues. Hajta shikojmë neni. Hajde shikojmë neni. Hajta shikojmë neni. Hajta shikojmë neni. Asnjë nga ligjet. Sa votra argumenti që kishe që kjo gjë do të dëmtojë fëmijët, propaganda geje, ku ta diun se çfarë. Këtë e bën shteti shqiptar. Direkt njerëzve, në të gjithë zinxhirin e edukatës, në të gjithë zinxhirin e edukimit, në gjithë zinxhirin e edukimit. Po më nxjerr, po ne kontrollojmë edukimin në Shqipëri. Zotri, kush e kontrollon edukimin? Te Ministria e Arsimit. Përmjet këtij projekt ligji do ta kontrolloni ju edukimin. Nuk e ke. E ke pra këtu e ke përfaqësoja autoritet se ke. Ju përfaqësoja asnjë autoritet arsimi. Ju përfaqëson Ministria e Arsimit. Ju po ndryshoni, ju kërkoni të ndryshoni fjalorin. Ju kërkoni të ndryshoni fjalorin, ndryshoni për emrat, ndryshoni gjuhën ligjore. Askush. Ju kërkoni të ndryshoni kuotizime gjinore në institucione. Se ke në ligj. Kemi në projekt ligj. Duke ke informuar, nuk e ke në ligj. Se ke në ligj. Nuk e ke. Kuotat e detyruara gjinore. Kuota e detyruara në 24. Vendos kuota e barazisë burgrua e kemi që nga viti 2004. Jo, po se ke më burgrua pra tani sepse tani e ke të gjitha gjinit. Po jo, mos o ke burgrua, shko lexo. Po shko lexo kodin, shko lexo kodin e zgjedhor. Shko lexo kodin zgjedhor. Shko lexo ligjin barazinë gjinore se ke vetëm një vjet në barazinë gjinore. Ka vetëm 2 gjini. Jo, e ke nëse do më lejoni, nëse do më lejoni do të them me diçka. Se keni lexuar ligjin. Ja, t'ja lexoj, a mund ta lexoj pak këtë lutem për katësi gjinore. Nëse do më lejoni do t'ju them vetëm një diçka. Nëse do kaloj, është nga kufizimi me teksin e lindur, pra ka 2 gjini. Ço çka ndodhur? Miratimi, lutem. Miratimi. Mos ngatroni njerëzit sepse e keni çuditur gjithë periudhën njerëzit. Shiko çfarë pasojash të rënda ka ndoni ju për shoqëri shqiptare. I mendoni si pasoja? Të tmerrshme. Fëmijët 10 deri në 15 vjeç, ky ligj i bën vulnerabël për pubertetin, për përdorimin e medikamenteve, për përdorimin e kirurgjisë plastike. Një sekondë. Po se ka më ligj. Ne sot kemi. Lexoje në ligj, lexoje. Sa neni e ke, lexoje në ligj. Është kopjo e një ligji në një shtet. I cili ka rreth 250 fëmijë që kanë bërë mastektomi në moshën 13 vjeçare femra për ndryshuar. Ja ku i ke urdhëro, ja ku i ke. Dhe është shumë e tmerrshme.
Shëndeti seksual dhe Imagjinoni këta flasin të lutem, këta flasin kirurgjikale për fëmijët këta flasin të lutem, këta flasin për pabarazi, kur unë dua të them vetëm një gjë. Nëse ti kush ndihet si femër, është futur në gara dhe ka fituar medalje olimpike, qoftë në ciklizëm, në not të ragjet. Dhe pabarazia për femrat që kanë konkuruar me një mashkull, i cili është ndjerë si femër, ka krijuar një pabarazi. Me keqja është, për shembull, ne kemi situatën për burgje, kur dikush është ndjerë në shtetet e botës, si në Shqipëri. Është ndjerë si femër, dhe na kanë dalë gratë e dënuar në burgje, kanë dalë shtatzan. Jo në Shqipëri. Aha, po atë ka thënë pasojë. Këto janë pasojat e këtij ligji. Po, patjetër, ishta dini. Jo, po janë të vërteta, pra janë të vërteta, që duhet të dini. Nëse kalon ky ligj, këto pasojat do të jenë shumë shpejt të ndjeshme. Kanë anekdota, më është një histori që pas ka ndodhur në një vend. Kjo është anekdotë. Kush është anekdotë? Ky emisioni për anekdota. Ushtria është anekdotë që ka homoseksual, ushtrit e botës që ka homoseksual në bazë këtij ligji, që është anekdotë. Ligji nuk ka lidhje fare me asnjë nga këto anekdota që tregoni ju këtu dhe histori roz. Dalë një sekond bisedën. Nga fillimi deri në fund të kësaj bisede. Po, deputet, doktor, çfarë duhesh ti jam? Doktor nuk je. Duhesh shketi? Doktor nuk je, haroje. Vetëm doktor nuk je. Ti mund të jesh çfarë do duash, por doktor nuk je. Kirurg plastik për këtë ligj nuk do bëhem. Ta garantoj. Mos u bëj fare se sa i drejtë ligji që të bësh për atë kupton, po. Të paktën mos keq informon njerëz, se kjo garanci. Doktor që keq informon e pa dëgjuar. Ne kemi ardhur përgatitur me materiale për të folur për projekt ligjin. Të gjithë edhe zonja Aziz edhe Arshimandri kjo studio s'ka padur asnjë ka shumë letra. Tani zonja dhe zotria ta lexova në 33 dhe s'kisha asnjë argument. Tregojmë anekdota. Tani po pra kjo që sapo tregoj zotria është anekdotë, është histori. Zonja ke gabim. Po pra. Ka lidhje me ligjin shqiptar. Ka lidhje me ligjin shqiptar. Ti e pasojat e këtij ligji thash. Po ku e ke burgun, ma ku e ke? Ma gjej burgun, ku e ke përmendur ligj burgun? Ku e ke përmendur ligjin burgun? S'ka dhe lezet. Shko të them një gjë se je deputet.